Kryeministri Edi Rama, në aktivitetin Fondi Social 2026, prezantoi 14 shërbime të reja sociale dhe njoftoi një skem financiare për të nxitur familjet që të marrin në kujdestari fëmijë jetim, me mbështetje direkte nga shteti. Ai theksoi se reforma nisi pas shlyerjes së një borxhi të akumuluar prej 10 milion eurosh, ndaj familjeve në nevojë dhe personave me aftësi ndryshe, duke ndërtuar më pas një qasje të re të bazuar në bashkëpunimin me pushtetin vendor. Sipas Ramës, aktualisht 65.000 individ përfitojnë nga sistemi i organizuar i shërbimeve sociale, ndërsa fondi për këtë vit është 17% më i lartë se ai vitit kaluar. Ai nënvizoi se bashkitë do të kenë rol kyç në identifikimin dhe mbështetjen e familjeve kujdestare, si dhe në përmirësimin e kushteve në institucionet e përkujdesjes, duke përmendur transformimin e jetimores Zyber Hallulli në Tiranë. Në përmbyllje, Rama falenderoi Bashkimin Evropian dhe UNICEF për mbështetjen, duke e cilësuar BE-n si modelin më të avancuar të mbështetje sociale.